Zoja dhe zotëri, rikthehemi drejt për drejt, pjesa e tretë dhe minutat e fundit të debatit për sonte e dedikojmë votës së diasporës aty ku edhe mbetëm. Zot Evangjeli, në fakt po ju ftoj të bëni një parashikim të mundshëm. Më thatë që ka gati një vit mobilizim nga Partia Socialiste. Si besoni se do të atashohet kësaj radhe, meqense vota e diasporës është një eksperiment, pra është një X i panjohur në ekuacionin e sotëm zgjedhor. Ku shkon dhe ku është e predispozuar për të pozicionuar kësaj radhe masivisht? I vetmi ypsilon i njohur në këtë ekuacion me shumë të panjohura, kam përshtypjen është që pikërisht ke vota e diasporës do të jetë alibia e humbësit të nesër. Vetëm për 50.000. Nuk po i them emër. Cili do qoftë humbësi, po thoni? Nëse humbësi do të jetë Partia Demokratike, meqense ju insistoni, të thuhet që vota e diasporës është manipuluar, është jetërsuar, është deformuar, është blerë. Dhe në fakt, ligji nuk e garanton as fshehtësinë e votës së diasporës, as shmang votimin familjar, as mundësinë për shitje blerjen e saj. Kështu që do të ishte alibia që qëndron? Po, qëndron, por ligji është i tillë. Palët nga që nuk i besojnë njëra tjetrës, nuk arritën të bëjnë një zgjidhje që do të ishte e mençur në të tilla raste, qoftë në një ambient të marrë me qira në qytetet kryesore ku ka përqendrim të madh të diasporës shqiptare, qoftë në konsulatat shqiptare ku të kishte edhe vëzhgues nga opozita, meqense ne nuk kemi një administratë zgjedhore të dedikuar për këtë histori ende, do t'i shmangnin të gjitha këto gjëra. Nëse do të mendonim në mënyrë të mbrapsht, të gjitha këto të meta që ju thash të procesit votimit janë lehtësisht të ndodhshme në terren praktik. Dhe po ju them që në të gdhirë të 12 majit, kur të filloj të merret diaspora do të jetë alibia e humbësit. Diaspora do të jetë dhe do të flitet shumë për këtë gjë, dhe madje dhe do thuhet edhe do jepet edhe premtimi i madh që në zgjedhjet e ardhshme do kërkohet ndërhyrje në kod për përmirësimin e saj. Fakti që socialistët kanë qenë shumë të përqendruar atje, fakti që socialistët kanë mundësi shumë herë më të mëdha edhe jo elektorale, kanë edhe burime të cilat mund t'i thrasin në apel për të ndikuar në votën e diasporës, bëjnë që së paku një projekcion optimist sipas tyre e çon në çdo 3 vota nga diaspora 2 do të ishin në thesin e tyre, ndërkohë që projeksionet nga 3-2 për Partinë Socialiste nga votat e diasporës toni. Ndërkohë që projeksionet më optimiste, por për momentin të rezervuara të demokratëve, e ndajnë këtë gjë në nivelin 60-40, edhe kjo në favor të Partisë Socialiste. Partisë Socialiste. Po të pyesni demokratët, asnjëri nga ata nuk do ta pranojë një gjë të tillë. Megjithatë thoni se ky është projeksioni real të cilin e mendon edhe kampi demokrat sot. Shikoni, flitet shumë përpara fushatës elektorale dhe meqense ne kemi kujtesën shumë të shkurtër, shpeshherë nuk i ka përzier as 24 orët, kush do të thoshte të kundërtën, nesër nuk do ta kishte problem të turpëroj. Unë po ju them, për momentin është kështu. Nëse doni ju jap edhe një arsyetim pse ndodh, edhe për orientimin psikologjik të kësaj vote. Diaspora vjen në Shqipëri për pushime. Në fakt ju nuk folet vetëm për orientimin psikologjik, ju më folet edhe për burimin në dispozicion të Partisë Socialiste që do t'i mobilizoj dhe do t'i ftoj për asistencë. Po patjetër, po ju them, ju jap një rast hipotetik. Për shembull, një familje me 2 fëmijë, e cila ka marrë 4 zarfe nga Tirana. 4 zarfe me çfarë? Unë po ju them me fletën e votimit, e cila është e paguar në vajtje, e paguar edhe në kthim. Çfarë e pengon? Unë po ju them edhe një herë në mënyrë hipotetike. Po. Që babai të votoj për 3 pjesëtarët e tjerë të familjes, që të bëj një foto votës së tij, ta dërgojnë në një adresë të caktuar dhe në këmbim të saj të marrë një përfitim të caktuar. A ekziston kjo si mundësi? Jo, është mundësi hipotetike apo është plan real? Urdhëro? Është blerje. Po këtë po them pra. Votim familjar, nuk shmanget. Kam 15 them. Votim familjar dhe marrje të përfitimeve financiare në këmbim të votës. Këtu, ai po thot lek. Po janë të dyja, kolegjalitet dhe marrje diçka në këmbim. Ekziston kjo mundësi. A ka mundësi të shmanget kjo? Jo. Si shmanget se pra, sa kohë është një derë e hapur
e pasiguruar me një se shmanget ajo se ishte pa shmangshme ose shmangshme, sa që është blerja në Shqipëri. Pra kush është i zotit të korruptoj do ta marr votën e diasporës. Shqipëri është bërë shumë e vështirë, po bëhet edhe më e vështirë. Njësoj është përfitimi merret njësoj. Se përfitimin në Shqipëri do ta marrë, se s'do japin atje. Më fal. Legalizim, para, vende pune. Çfarë do ta bëjmë më të vështirë në Shqipëri, zot Evangeli, platforma elektorale e SPAK-ut në këtë rast për zgjedhje? Edhe ajo, edhe ajo moç. Njësoj është me përfitimin. O vëlla, blen votën, blerje votën. Thaj po, blerin e votës, shumë dakord. Në këtë rast monitorimi i munguar në diasporë bën më të lehtë, pra ka facilitete të shtuara. Këtu duke si jeni dakord me gjithse me gjuhë dhe retorikë të ndryshme. Zoja Meçani. Pse duhet të kundërshtojmë edhe për këtë gjë? Unë po ju them që është kështu. Jo, e patjetërshme jeni në sinkrone mendoni njësoj, fatkeqësi nëse do të ndodhë. Ke mbrojtur jetë e mod që zgjedhjet nuk janë vjedhur. Këtë po them. Unë kam mbrojtur jetë e mod një detaj të cilën do ta verifikoj përsëri nëse do ta zgjasim kujtesën. Të kryerën e thjesht ke mbrojtur. Kam mbrojtur dhe do të mbroj edhe një detaj tjetër. Dhe thash, nëse ne do të tentojmë, ndoshta është edhe vështirë kjo, po ta tentojmë një herë, ta zgjasim kujtesën për te 24 orëve, unë po ju them që një nga fjalit, fjalë për fjalë, do të jetë e tillë. Pavarësisht paregullësive të vëna re në procesin zgjedhor, do rreshtohen. Një pjesë edhe të këtyre që ju thash tani, paregullësit nuk ndikuan në ngjyrën në deformimin e rezultateve. Në deformimin e rezultateve. Ne jemi në limitet e kohës, kam pak sekonda për Zoja Meçani. Po ju them edhe diçka tjetër. Nuk ka pak stazan. Një fjali të fundit. Çfarë është dhe çfarë është diferenca? Ju lutem, kam një fjali të fundit dhe kaq kohë televizive. Çfarë është diferenca psikologjike që po ju them? Një emigrant vjen në Shqipëri për pushime, shikon një Shqipëri krejt ndryshme nga ajo që shikojmë ne qemi për ditë. Vjen në Tiranë, i duket Tirana ndryshe. Jo, mëse ka dhe familjare i emigranti. Po flasim në përgjithësi për projeksionin në përgjithësi. Ai vjen për familjen këtu, nuk vjen për pushime. Pushime quajnë familjen 90%. Çfarë qefi bëhet në Tiranë dhe në Jo, mëse kur harxhon 10.000 euro që atje me 10.000 euro do kalonte gjithë vitin këtu kur vjen, nuk është se kënaqet ai shumë. Do votonte për opozitën. Nuk është kaq vizion pozitiv i atyre që vijnë nga emigracioni. Po mirë, zonjë, unë mendoj që shumica është kjo. Ju mendoni ndryshe. Mund votonte për opozitën, po voton majorancën kur bën një javë pushime, thoni. Dhe do t'i dukej parajs këtu, sepse vjen për pushime, vjen si turist. Dhe ky është një faktor psikologjik edhe njëherë po ju them, në favor të majorancës. Kampi socialist në sekondat e fundit nga 60 sekonda për secilin. Ku zbarkon vota e diasporës kësaj radhe? Nuk s'kam siguri unë, nuk mendoj që ka siguri Partia Demokratike dhe nuk mendoj që ka siguri dhe Partia Socialiste. Ka pritshmëri Partia Socialiste, po nuk e ka sigurin. Sepse në ndryshim nga vota e këtushme, vota e emigracionit, veçanërisht në zona ku ata kanë 20-30 vite, janë punë tyre dhe presionin e hanë deri diku, shpeshherë mund të premtojnë, siç unë di me 10 raste, të cilët familjari që është i punësuar në një biznes që ka marrë tendera nga bashkia X, i ka marrë në telefon dhe i ka detyruar që të gjithë të votojnë për PS-n sepse i thotë më hoqe gjithë interesat e mia, ata i kanë thënë po në dienin time për shembull të 20 do shkojnë të votojnë lapajn, se e kanë fiksuar atë votjen e tyre, janë prekur nga etj. Pra do të them që të tillë njerëz dhe këtë ta thon shumë socialist që merren me databazet, që në këtë rast ne nuk e kemi 100% atë pon që na japin këtu se e dim ku i shtrëngojmë. Pra nuk kanë garanci për votën e diasporës. Pa diskutim. Në zonat pastaj po, në zonë si Greqia, ku Partia Socialiste ka qenë ndodhur me qelizat e saj, bëheshin zgjedhjet e degëve të Partisë Socialiste në Athinë, dikur dhe bëheshin me miell dhe sheqer njësoj me të njëjtën praktikë, shpërndaheshin ushqime siç bëheshin këtu. Ata kanë shumë vite që merren. Aty po, jam shumë e bindur që aty e majta mbizotron sepse është marr, kapur dhe klasa shqipe të pra është marr me atë zonë. Në pjesët e tjera mendoj që do të kemi surpriza. Pra ka gjeografi edhe diaspora. Kam idenë jo dhe mbi të gjitha vitet e fundit mendimi i tyre për Shqipërinë nga rritja e çmimeve, se ata shohin atë gjën që ne shqiptarët ndonjëherë e anashkalojmë, na dhëmb, po e anashkalojmë. Ata rritjen e çmimeve e shohin me shumë rëndësi. Dhe mendoj që xhepat e tyre të rënduar sa herë që vijnë këto vitet e fundit, mund t'ua impaktojnë votën. Unë mendoj që do ua impaktojnë votën. Zoti Sulo? Po, pensionistët në Shqipëri janë 670.000. Me 150.000 lekë pensionin mesatar, votojnë shumicë Partinë Socialiste. Po diaspora? Budallej nuk janë bile shumë inteligjent. Lëviz një nonsens. Lëviz vjedhja, që thotë Lorenci. Presionin ndaj fëmijëve. Ka 150.000 lekë nuk dalin për të ngrënë, për të
Po pyetja ime është sa i vlefshëm do të jetë presioni që mund t'i bëhet diasporës. Njësoj është. Njësoj i vlefshëm? Një gjë që nuk blihet me para, blihet me më shumë para. Dhe diaspora do të ishte e trishtueshme nëse u blikat me më shumë para. Aq sa i duan. Zarfa me 500-600 euro janë lëvizur në Itali rëndom. Aq sa i duan, nuk po them Të gjithë. Apo çdo emigrant në Itali që zarfa ofrimi me e tij që 500-600 zgjedhjet euro janë vendosen në lëvizur. Elbasan, Durrës, Tiranë, Aksin, Shkodër, Shkodër deri diku. 1-2 mandate Pra, lëvizje. blihen zonat dhe mandate decisive. Është në krizë dhe Europa. Po Mos 40.000 mendojmë vota. Zotë Krasniqi, për ju si është orientuar diaspora me qëse është eksperimenti dhe projekti pilot i kësaj radhe? Mendoj që projekti u la gjysmak sepse thelbi ishte të përfaqësoj diaspora politikisht dhe ne nuk po shohim, e para nuk ka diasporë përfaqësuar, e dyta nga listat e shpallurave nuk ka përfaqësues nga diaspora. Kështu që vota atyre deri diku zgjatimi i votës që kemi në nivelin kombëtar, nuk ka ndonjë ndryshim të ri dhe nuk pres të ndodhë të ketë një surprizë dhe të ndikojnë rezultatin e përgjithshëm votimit. Modeli i Kosovës na tregoi që e vetmja votë kontestuar nga Kosova është votë e diasporës e zarfave. Kështu që deri diku kjo duhet të jenë nxitje për ta parë këtë element se si mund ta të ofrojmë më shumë siguri. Por ju nuk e shihni komponent ndryshimesh drastike dhe as decisiv. Jo, por e shoh në aspektin e kulturës politike. E para nuk kam, them drejt, nuk kam as respekt për një qytetar që ka debuar sistemi këtu dhe votë për sistemin. Kjo është skandal, për këtë nonsens i thash me emigrantët. Unë besoj në kalkulimin Ta ka një nga kjo qeveri do votojnë këtë qeveri 2-3. Unë besoj që ata që janë larguar për shkak qeverive të djatha, Ju lutem. do votojnë për të majtën. Ata që janë larguar për shkak qeverive të majta, duhet votojnë për të djathtën. Pra do duhet identifikojnë faktorin e ikjes nga Shqipëria. Kjo gjë është reflekton edhe hartë dhe na çon deri diku në një situatë të njëjtë. E vetmja betejë që ka vlerë është se cila palë, sidomos mazhoranca, e ka jetike të sigurojë një vot më shumë në diasporë për të pa përdorur nesër që mos më akuzoni që këtu blej vota se ja me votuan dhe Mora dhe diasporën pa vlerë. Të nderuar panelistë, unë ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë ndajemi këtu, por i takojmë sërish nesër në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Albani Shani, natën e mirë.